Një fenomen i cili po rritet gjithnjë më shumë në Shqipëri janë lëvizjet e brendshme nga zonat rurale drejt qyteteve, ku këtë herë dominojnë vajzat dhe gratë e reja në moshë studimi dhe pune. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, në raportin gra dhe burra, vetëm gjatë vitit 2024 rreth 16.289 gra u zhvendosën brenda vendit krahasuar me 9.303 burra. Pjesa më e madhe e këtyre lëvizjeve i përket grup moshës 20 deri në 29 vjeç. Lëvizjet e brendshme prekosh janë nxjerrur nga një sër faktorësh. Gratë janë bërë më të vetëdijshme për rolin e tyre në shoqëri dhe kjo i ka shtyrë të kërkojnë kushte më të mira jetese dhe punësimi. Shumica e tyre zgjedhin të lëvizin drejt qyteteve për të ndjekur studimet universitare dhe për të përfituar nga mundësitë e punësimit të cilat zonat rurale nuk i ofrojnë. Edhe shërbimet mbeten një faktor kyç. Kryeqyteti vazhdon të jetë destinacioni më të rregjës për shkak të jetës urbane, sektorëve të administratës, kompanive, universiteteve dhe lehtësirave që ofron qyteti. Këto kushte po kthehen në një magnet të fuqishëm për të rinj në moshë pune. Sipas raportit të Instat, lëvizjet e brendshme posuan një rënje totale gjatë vitit 2024. Krahasuar me vitin paraardhës, por diferenca gjinore mbetet e fortë. Ky fenomen duket se po ndikon gradualisht edhe në ndryshimet sociale të shoqërisë shqiptare. Megjithatë, ekspertët ngrenë shqetësimi se kjo prirje mund të sjellë kurrjen e komuniteteve në fshatra dhe qytete të vogla. Zonat rurale rrezikojnë të zbrazen nga popullsia e re femërore, çka mund të sjellë pasoja zinxhir si ulja e linçmërisë dhe ndryshime në strukturën sociale të vendit. Ekonomia shqiptare po përqendrohet gjithnjë më shumë në pak qendra urbane, ku mundësitë për arsim dhe punësim për vajzat dhe gratë e reja janë më të mëdha.